Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur praninë e tyre ushtarake në lindjen e mesme, që nga fundjava e kaluar, por detajet kanë mbetur të paqarta. Presidenti Donald Trump po shqyrton nëse Amerika do të ndërhyjë në luftën Izrael-Iran, ndërsa ajo që përmendet më tepër është një sulm i mundshëm ndaj centralit bërthamor Fordo, shkruan sot Guardian. Besohet se vetëm Shëbat ka një bombë mjaftueshëm të madhe GBU 57B që mund shkatërrojë Fordon, një nga dy impjantet kryesore iraniane të pasurimit të uraniumit, e cila, siç vlerësohet, ndodhet në mal në një thellësi prej 80 apo 90 metrash, dhe i vetmi avion që mund të mbajë një bombë të tillë është B-2, thekson gazeta britanike në analizën e saj. Dihmë tani nuk ka informacione të reja mbi vendosjen e bombarduesve B-2 që do të përdoren për të sulmuar impjantin bërthamor të varrosur thellë të Iranit me bomba prej 13.6 ton, që shkatërrojnë bunkerët, të cilat mund të deportojnë deri në 60 metra thellësi. Bombarduesit amerikan B-2 kanë një rrezë të gjatë veprimi prej rreth 9600 kilometrash pa furnizim me karburant, por zakonisht operojnë nga një numër i kufizuar bazash, si Whiteman në Missouri, Fairford, Oxfordshire, dhe baza kryesisht e izoluar Diego Garcia në pjesën jugore të Oqeanit Indian, e cila tani është marrë me qira nga SHBA nga Mauritiusi, tha gazeta. Ky lloj bombarduesi sulmoi 5 objekte nëntoksore armësh të rebelëve Houthi Yemenas në tetor të vitit të kaluar nga baza Whiteman, rreth 13.000 kilometra larg. Baza e Diego Garcias është shumë më afër objektivit Fordo të Iranit, 5.150 kilometra larg, dhe avionet B-2 do të duhet të furnizohen me karburant pas kthimit të tyre pas një bombardimi të mundshëm të objektivave bërthamor të Iranit. Edhe pse Irani sulmoi Fordo'n në ditën e parë të operacionit, IAEA tha të hënën se objekti nuk u dëmtua, edhe pse B-2 mund të mbajë 2 bomba kundër bunkerëve. Një sulm serioz amerikan për të eliminuar këtë strukturë katrinjarë të kërkoi përdorimin e më shumë se një bombarduesi, sipas Guardian. Imazhet satelitore nga maji treguan praninë e 6 B-2 në bazën Diego Garcia, gjysma e numrit të këtyre avionëve që konsiderohen funksional në SHBA. Kanë një total prej 19. SHBA mund të marrë në konsiderat edhe sulmin ndaj një objekti tjetër iranian, Natanzit, i cili sipas IAEA-s ishte gjithashtu relativisht i padëmtuar pas sulmeve izraelite, megjithatë ushtria izraelite kundërshtoi këtë gjë. Fati i lindjes së mesme do të vendoset 3 ditët e ardhshme. Pse 3 ditë? Përveç ndonjë parashikimi apo zhvillimi të papritur në terren, ky është afati që i ka dhënë vetes Donald Trump për të vendosur nëse do të fusë Shtetet e Bashkuara në konfliktin izraelito-iranian, duke kaluar nga roli aktual pasiv i mbrojtjes të qellit të Shtetit Hebre, rolin ndar me Mbretërinë e Bashkuar në atë të sulmuesit për krah fushatës së bombardimeve të Izraelit mbi territorin iranian. 3 ditë për të shpresuar ende në një zgjidhje diplomatike, e cila megjithatë për momentin është pak më shumë se një iluzion. Koha po kalon dhe po shtrëngon. Largimi i parakohshëm nga takimi i gjyqtatës nga ana e presidentit amerikan, thirrja e Këshillit të Sigurimit në Situation Room të Shtëpisë së Bardhë dhe ndryshimi i kursit të anijes Nimitz, aeroplan mbajtësja më e vjetër e flotës amerikane, e cila nga ngushtica e Malakës në Oqeanin Indian, po shvendoset drejt detit arab, ku do të takohet me një tjetër aeroplan mbajtëse amerikane, Tsar-Zvitson në gjirin persian, duken si shenja të një vendimi të madh tashmë. Çfarë po përgatitet të ndodhë sipas burimeve të kualifikuara ushtarake të NATO-s, të cituara nga Republika, do të jetë niveli më i lartë i alarmit. Brenda 72 orëve, kapaciteti ofensiv amerikan në rajon do të arrijë maksimumin. Për më tepër, ajo që shkruan Trump në platformën e tij Truth Social tingëllon si një ultimatum. Ai kërkon dorëzimi pa kushte të Iranit dhe më pas lëshon një mesazh të drejtë për Ayatollahun Ali Khamenei. Durimi po shteron, ne e dim ku fshihet jashtë të quajtur i udhëheqës suprem. Është një objektiv i lehtë, nuk kemi ndërmend të dështojmë, por ta eliminojmë.
Pra, dy janë skenaret e mundshëm. I pari më pak i mundshëm është që regjimi të dorëzohet duke pranuar atë që deri tani ka refuzuar kategorikisht të heqë dorë nga programi i pasurimit të uraniumit në fushën ushtarake. Ky është opsioni amerikan i vetmi që mund ta bindë Netanyahun të ndalojë ofensivën, por do të ishte edhe më i pakapërditshëm për pasdaranët, rojat revolucionare iraniane, të cilët nuk janë të gatshëm të nështrohen, sidomos pas deklaratave përfitore dhe pas viktimave të shumta të shkaktuara nga Izraeli, që duket se kanë bërë që edhe pjesë e disidencës të mbështesin regjimin. Skenari i dytë është duke u konkretizuar. Forcat armatosura izraelite po e zgjerojnë si ofensivën ashtu edhe gamën e objektivave strategjike për të vendeve ku ndodh pasurimi i uraniumit. Në këtë kuadër, ndërhyrja Shëbaz bëhet e parashikueshme. Sipas asaj që raportojnë burimet të NATO-s për la Rrugë Republika, në reagimi mundshëm i Republikës Islamike e vënë pas qoshjes, mund të jetë përpjekja për të djegur gjithë rajonin. Duke kalibruar raketat balistike, arsenali iranian kishte mbi 2000 në fillim të konfliktit drejt puseve dhe infrastrukturave të naftës në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katar, një veprim në stilin e Saddam Husseinit, një lëvizje e turbuar shkatrimi në shkallë të gjerë, që nëse realizohet do të shkaktonte një katastrofë ekonomike dhe mjedisore, si precedentja e vitit 1991, kur udhëheqësi irakian dha urdhrin për djegjen e mbi 700 puseve të naftës në Kuvajt. Një mundësi tjetër, minimi i ngushticës së Hormuzit. Ndërhyrja amerikane në vizionin e Pentagonit synon të mbyll menjëherë hesapet me Ayatollahat. Trump ka qenë gjithmonë informuar për shëllimin e Netanyahut për të sulmuar Iranin. Deklaratat e tij për ndërhyrje të afërt gjatë ditëve të para ishin gjithashtu një mënyrë për të hutuar regjimin dhe për të ruajtur efektin e befasisë. Shërbimet e inteligjencës së NATO-s nga ana tjetër janë lajmëruar për operacionet e Izraelit të vetëm 24 orë përpara. Përveç aeroplan mbajtjes Vinson dhe Nimitz, Shëba ka dislokuar në rajon edhe një kryqëzor dhe 3 luftanije. Një skuadër ajrore me F-35 dhe F-16 po vendosen rreth Iranit. Bazat ajrore amerikane gjithashtu do të përdorin 28 avion cistern për të furnizuar me karburant në fluturim për avionët luftarak. Arsenali amerikan përfshin edhe Moab, bombat bunker Buster me 13 ton, në gjendje të deportojnë mbi 60 metra beton të armuar. Armët e vetme të afta për të shkatruar qendrat e kërkimit bërthamor si Fordo, e ndërtuar thellë në brendësi të një mali. Aviacioni izraelit vështirë se mund të mbajë ritmin e këtyre operacioneve për më gjatë. Çdo mision mbi Iran kërkon një fluturim prej 3000 kilometrash dhe 4 furnizime në ajër. Të premten parashikohet një ndalesë pjesore për mirëmbajtjen e avionëve dhe pushimin e pilotëve. Nëse gjithçka do të shkojë siç është në planet e Netanyahut, deri të dielën Pentagoni do të ketë urdhrin për ngritjen e avionëve sulmues në drejtim të Teheranit.